Edhe po ja lëm linjën edhe pamjen e Enver Kashit. Mirëmbrëma Enver. Mirëmbrëma edhe juve në studio. Ju e përmendet që pjesa teknike vërtet kamermanëve bojnë një punë të jashtëzakonshme. Unë sonte kam derën që t'i kem të dy kamermanë, zotëri Kokollin edhe Krenarin, cilët janë për kujdeset që kjo lidhje vërtet mos dështoj edhe tjetë sa më e bukur dhe sa më e mirë. Po, jemi tek një udhkryq, këto tek afër komunës vjetër të Prishtinës. Kjo me shkak sepse pikrisht të këto semaforat janë vendosur edhe kamerat inteligjente apo kamerat digjitale, ku për çdo problem eventual të komunikacionit ato të evidentojnë tabelat dhe në mënyrë automatike gjenerojnë një dënim i cili do vije në adresën e vozicit apo të pronarit të veturës. Por, që të flasim në mënyrë më të quajmë mënyrë më profesionale, kemi Besart Ahmeti, i cili është ekspert i komunikacionit dhe do ndajmë këto edhe aspektin profesional të tij, po edhe natyrisht edhe gjitha ato dilemat e cilet kanë qytetarët tanë. Besart, fillimisht mirë se erdhe në emisionin pasdites. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Thash jemi tek udhkryqja, këtu tek komuna e vjetër, shohim që ka kamera. Na rrokin kamera dhe këtë pjesën tonë apo vetëm është pjesa e komunikacionit? Është vështirë me ditë për arsye se na nuk dim sa ka çfarë domthon ka ndishe kamera, edhe nuk e dim sakt se kush i monitoron dhe si monitorohen. Do të thotë kjo lloj sistemi kamerë është pjesë në kod apo thon ndryshe kodër të inteligjencës artificiale që e kemi kërku tash 10 vite në për televizionin, është më shumë se kaq. Po nuk e di, kam filluar mi qit, është punë e mirë që kam filluar mi qit. S'po di tash a monitorohet për anës policisë apo për komunës apo për të dyja bashkë e ndarazve veçeves. Mirë po, çështja është që është shumë mirë që i ngjizohen. Arsyet janë që kur kemi aksidente në komunikacion, qoftë me fatalitet apo aksidente apo veç fatkeqësi në komunikacion, atëherë kësaj i ngjizohet udhkryqi dhe dihet mirëfilli se kush ka bërë shkelje të rregullat komunikacionit, qoftë dhe pa bën ndeshje, kush i shkel rregullat e komunikacionit për ditë, kush në dritën e kuqe, kush në ato të verdhën vëzhluese, e pse hyhet e kështu me radhë. Natyrisht që këto kamerat në bazë të informatat që posedojmë, nuk janë vetëm në pjesën e udhkryqe, po janë edhe në vende të ndryshme të Prishtinës. Janë mbi 50 kamera që janë të vendosur dhe janë aktive. Është diçka nevojshme për komunikacionin të na dhe mund të funksionon me gjithë këtë mentalitetin tonë që kemi bazë të trafikut. Natyrisht këto në vendet evropiane është diçka e kahmëtshme, po për ne është një lloj risie. Po funksionon, shumë mirë do të kishte edhe me funksionu, qysh ne në fillim nuk e dim nashta edhe qysh funksionon, mirë po me kalimin e kohës mësohemi. Unë një njerëz që i kanë bukur shkelës të rregullave të komunikacionit, mirë po në ditë e parë që i fillushin me respektu ato, bile të rekshin vrejtin shokit se pe kamerën sa kohë ka jote, edhe është të ngjizu. Kamera ngjizon edhe telefon, kur dikush do të thotë lajmërohet apo flet në telefon. Na jemi që ta shqiptarë që po udhtojmë në Evropë dhe i respektojmë rregullat atje, ku mu ma tha një shok se për një vend parking që ka parku gabimisht ka pagu deri në 400 euro, 400 diçka euro në Vjenë, kurse aty ku ka kalu ku nuk ka vend kalim të komësorëve që i qujmë në zebra ka pagu gjoba minimale 75 euro, ata nuk e përgjysmojnë çmimin e gjobës, ku të na përgjysmohet çmimi i gjobës vetëm në aspektin e komunikacionit, kurse në pjesë tjera ku janë produkte ushqimore, veshmbolle kështu me radhë, atëherë kena çmimin fikse tarifat që nuk lun. Mirë, po kjo nuk e di pse ndodh dhe nuk është një precedent, është një precedent jo i mirë. Unë e kum përgëzu faktin që është kamera, gjithmonë po flas në aspektin profesional, po dosh zoti që atë monitorohet drejt, shoqohet drejt dhe xhobitet kush e meriton. Bekim, si funksionojnë këto kamera? Qysh është ndoshta nëse nuk ke informata për tek ne, por për vende tjera, si bëhet i gjithë ky monitorim, si bëhet që të identifikohet vidënimi, në çfarë forme zakonisht duhet praktikohet kjo punë? Qendrat kontrolluese apo monitoruese Kosova i ka monitoru kufit. E kom pa me sytë e mi këta, ajo është në pjesën e 92-shit,
te Ministria e Punëve të Brendshme, në auto 2 që kanë thonë më herët njerëz, aty monitorohet qendrat kufitare, Jarinja, Bornjaku, monitorohet për shembull Motivoda, monitorohet pjesa ka Maqedonia, ka Shqipëria, monitorohet edhe është kamera 360 shkallë, do të thotë i regjistron tabelat e automjete, bile këto të kufive bukur kanë diapazonin e gjanë bukur gjanë kapin, diametrin, faleminderit. A këto në komunikacion i zhdash që ta regjistrojnë kohën, kohën kur ndodh shkelja rregulla të komunikacionit, ta regjistrojnë tabelën e automjetit edhe ta regjistrojnë vetëm personin. Për arsye murujt privatësia e pasagjerëve të tjerë, shteti nuk i paraqet pasagjerin që është i ulur në automjet, qoftë para, qoftë mrapa, për arsye që mujnë me ardhur deri te probleme familjare, me njerëz mu pas keq kuptime të ndryshme, me kanë gjini të kundërt, këtu e kanë problemin, edhe kësaj nuk qitet në pa. Paktën kështu funksionon në Evropë. Pastaj radarët mobil dhe statik, ata fotografojnë edhe ata kanë logjikën e njëjtë. E marrin tabelën, e regjistrojnë kohën, e regjistrojnë dhe shpejtësinë e lëvizjes të dytë, edhe kamera, edhe radari. Mirë po gjithmonë të mbrojt, të erujt privatësinë e qytetarëve për arsye që i fola më lart. Po shumë e mirë kjo e mira tani e kësaj masnej vjen edhe të çështja që nëse kemi vjedhje, nëse kemi plaçkitje, nëse kemi ikje me automobil, unë jo vetëm në Udhkryq, po unë komplet Prishtinën do ta kisha monitoruar me kamera, e kam fjalën rrugën, gjithmonë rrugën. Po edhe pse jo në i shesh dikun, në i afër në i banke dikun ku do të thotë syri kamerës ofron siguri. Por ky gjenerim i gjopave, si funksionon, si shkon gjenerimu? Për shembull, ka pas shumë ta quaj ashtu dilema ose pakjartësi se po që se fotografohet, tabela identifikohet, ku do vjen ai gjop, si do të njoftohet qytetari për atë gjopën e caktuar kësi. E ne kemi një e-Kosovë cila funksionon shumë mirë, por gjenerimi i gjobave deri aty po vonohet ndoshta edhe mbi 2 javë, ku është edhe periudha kohore ku gjobat janë të përgjysmuara ta quaj ashtu në aspektin e monetar. Unë jam i thënë kësaj që gjoba mos përgjysmohen. Gjobat vinë sa është e prerë. Ligji është ligj. Unë nuk di që ka dikon, nuk kam dëgjuar të paktën, që ka dikon që përgjysmohen gjobat që Shqipëri. Po mirë dhe na me Shqipërinë e kemi një emërus përbashkët. Edhe ato mendoj që është dihet çfarë emërusit përbashkët kemi, për mos me cek, më dash me fol më shumë. Mirë po unë e kisha marrë shembull në Austria, në Zvicra, në Gjermania, në Danimark, Skandinavinë, merre ku dush, dhe mos thotë, na duhet me marrë model dikon. Na e dim që s'u rrim atje shpejt. Po e kem target synim, e kem që atje me mri. Ata është shumë ata përvojët e tyne. Imagjinone, na jena në vitin 2026, veç në prag 2026 de facto, edhe nuk e kemi këtë pajisje inteligjente që Evropa e bota kanë me 20-30 vite. E kem pas në të kaluarën, nëse të kujtohet, të menza studentave ka qenë fotoradari. Një është edhe të ish Alianca për Ardhmëritë Kosovës, fotoradar tjetër, ku i kanë marrë policia fotografit, pastaj në bazë të adresës, sepse çdo tabela automobilit tregon është regjistruar, është numri i telefonit, se më ka ndodhur me lajmëru vetë qytetarët që kanë bllokuar rrugën e kështu, policia saktë e ka gjetur numrin mobil të telefonit të tij. Edhe unë e kisha menduar që do të ishte një qendër monitoruese dhe kontrolluese ku do të informohet personi për shkeljen e rregullave të komunikacionit me anë telefonit, ose do të dërgohet me postë, pastaj ai do ta paguajë postën, plus xhovet. I ndihmojnë këto kamerat në ta quaj rregullimin e komunikacionit, e folëm për pjesën e ndëshkimeve ose pjesën që bëjmë parkimet të këqija ose vozisim me shpejtësi jashtë normave që duhet, por në përgjithësi mund ta ndihmojnë edhe ta edukojnë qytetarin vozicin? Absolut po. Edhe unë mendoj që shpresa e vetme, jo që edukojnë, po shpresa e vetme. Inteligjenca artificiale imagjinone mos me ekzistuar në Evropë. Policia jonë nuk janë të korruptuar.
Po në menoj që janë dembela. Këto s'ka kush që ma hek prej menes, asë sa i një dhe i dijune. Pritojnë me punu. E atëre, kur pritojnë këta, atëre inteligencë artificiale nuk priton. Pastaj policia shumë herë në mënyrë selektive, dikon e xhobitë, dikon e liron. Edhe fillojnë ankesat e qytetarëve. Thotë pse mund në xhobite, e ato me se poshtë me sy lirove me vrejtje. Ndoshta kanë arsye policia. Po me ikë që sojna dileme dhe që soj logjike, edhe me kon për të gjithë njëjtë, edhe me kon sa ma e dukshme kjo çka po ndodh me neve, atëre inteligjenca artificiale është pa problem me e mira. Mirë po çka na mungon neve si qytetar, qoftë në Prishtinë dhe qoftë në rrethin, është transporti publik. Sinqerisht është e pa kuptueshme edhe pa justifikueshme me jetu në tonë këtë dënësit komunikacionit të njerëzve edhe me kon kaq minore transporti publik. Është e pa justifikueshme. Po flas prapë po them, mos e pas një tramvaj, mos e pas një linjë të verdhë tonë ky qytet. Nuk ka diskutim, nuk ka dilemë kjo. A mund bëhet? Po mërësysh së bëhet, po absolut, po njerëz kanë shku në hanë burë, e le mona mi kryu autobusa edhe me kryu transport publik. Po të qysh së bëhet, qysh së kryot, del tramvaj, e lidh qendrat periferike, pastaj e lidh Ferizajnë, e lidh Lipjanin, e lidh Fushkosovën, qëta i ki problemet, i ki mas shumë të prurjet që i ki në Prishtinë, pastaj po devave që ka e kurudhët. Për zotin kum prit, pej njerëzve që kanë kandidu këto, që do të flitet kjo, po çuditërisht ose flasin veç për fushate, pastaj smerret kush kur me këtë punë, ose nuk din, ose nuk do, nuk di që ata. Mirë po, çka po du me thonë, nëse krahazohemi na me Evropë, me tonë që dënësi, me funksionu me automjetet të udhëtarëve, vetanake, është e pamundshme me funksionu kështu. Për ata ka telashe, njerëzit janë frustruar, kanë nervozizëm të skajshëm, hub durimi, si shpyti këtë prapa kamerave dikush pse ndodh kjo, pse ndodh ajo. Imagjino të shkon transporti publik, unë isha një 4 ditë jashtë vendit, sinqerisht është qetësi psiqike që të merret transporti publik edhe mos të kemi më automjete udhëtare. Pastaj ku është ana ekologjike? Transporti publik është shumë ekologjik, imagjino në pas një tramvaj elektrik na. Sa më pak qytetarë ta marrin automjetin e udhëtarëve, aq më i mirë është ajri. Ai të vrej çfarë ajri thithëm na, ose diferencën kur thësh për një vend të Evropës këtu te na, kur mësohesh atje një disa ditë. Me nejtë edhe sheti e vrejmë veç, fillon djegun syt, djegun hund, djeg goja, dhe të shihet që është prezenca e madhe e dioksidit karbon. Është një premtim që do ta kemi një tram, duke diçka një transport publik i cili do jetë madhësive bukur më të mëdha se këto që i kemi. E përpisoj kjo gjendje pak? Për zotin është një shembull si atje që kish pas premtuar njëri për Ligë Kampionëve në qytetit tonë, ka thonë nëse fiton një Ligën e Kampionëve në Skodrës tonë, na do t'i japë milionat, e kur e pyesin ku i merr parë ta se fiton ligën ata Ligën e Kampionëve. Domethënë. Unë që të kisha krahazu, nuk e di. Unë nuk e di as që kanë bë projekt, as që kanë bë trase, as që kanë dhënë mjete, as që kanë mendu për stacione, veç që tu mi bën, nuk bën pa 2 vite. Do të me analizu trasën, do të me analizu projektin, ka me kalu ajo, cilat pika kanë më mbledh. Na nuk e kemi një sistem të zonave të autobusëve, një hartë zonave të autobusëve si duhet se kemi. S'kem. Vijat si duhet nuk i kemi. Imagjinoje ti tashti me folë për tramvaj, edhe mundet. Beko, si konsideron ku janë mangësitë tona të më të mëdha edhe si shofer ta quaj ashtu. Në aspektin infrastrukturor ne natyrisht ngecim sepse kemi mungesë të shumë çështjeve, përmendet vijave, vend parkingeve tjera, por ne si qytetar, ne si shofer, kemi mangësi, kemi ashtu ta quaj mosdije si funksionon një trafik. Di që sa që do udhtojmë në një shtet evropian, na rrok pak stresi, ashtu na djersiten durt prej asaj pasigurisë se si do zhvillohet gjithë ai trafik madhor me tramvaja, me kutadione, me tunele, me nënkalime, mbikalime tjera. Jo, për zotin, unë isha atje dhe s'kom pas asnjë telash, absolut zero telash kom pas. Bile është çaq i thjesht sistemi i marrjes tramvajve apo ndrimit tramvajve, saqë po të më jenë për çdo lavdot ata njerëz. Si për komunikacionin me vetura? Po edhe për komunikacionin me vetura, sinqerisht, janë të qarta vendkalimet e komsorëve, janë udhkryshat në rregull,
është semafori shumë funksional, nuk ka telashe me të lëvizjet në Evropë. Telashja ekziston këtu, po çka ka bëu Evropa që kam rri këtu? Nëse ma kështu bëu pyetje, unë do të isha përgjigj kështu. Niveli i shkollimit pe sistemit parauniversitar, parashkollor deri te ai parauniversitar, modeli i konventës Vjenës. Edhe marrja patent shoferëve me merit. Këtu të na ju e dini sa njeriu nxu tu manipulu me patent shofer. Do të imagjinoj, kjo është shumë rrezik. Ku një pjesë dërmuese qytetarëve nuk i dinë as rregullat e komunikacionit, rregullat e dorës djathtë të përfshi, ose shenjat e komunikacionit, ose unë mund shumë herë më pyesin për shenjat më elementare të mundshme të komunikacionit. Edhe unë mendoj që nuk jemi serioz në këtë fushë. Niko, vetëm bësh pak tek puna e kamerave. E din se si vjen dënimi, vjen në telefon, vjen në email, vjen në post, ke informata? Jo, nuk kam informacione. Për zotin nuk kam. Këta komuna e Prishtinës e ka një qendër monitoruese dhe kontrolluese te malla Magjerëve që thonë këto, e kanë objektin, për polici absolut nuk kam ide. Këta ish dasht me dal, kësisoj, mi thirr mediat, si që ju, edhe me spjegu aq sa spjegohet, aq sa mundet mu ditë për popullat. Në vija trasha, çka bëhet, ç'ish bëhet, pastaj edhe popullata ruhet më shumë, se qëllimi kryesor është me vjedësu qytetarin në raport me komunikacionin. Jo me xhobit ato. Se nëse më dëgjon mu dikush pas ka qef me xhobit qytetarit, jo zoti jam, nuk ndodh kështu. Mirë po, qëllimi është kryesor, është që na qytetarin ta vëdësojmë që ai cilët mirë në komunikacion, edhe rezultati i kësajna mos t'i shkelë rregullat e komunikacionit, sepse çdo kun ka rregull, edhe këtu ka rregull që duhet zbatohet. Apo thon ndryshe, demokracia më e madhe është këtu në komunikacion. Po jo dhe gjithmonë kjo demokraci me vazhdu pa fre ashtu, se tani kthehet në anarki, nuk duhet çashtu me kon. Mirë po, nuk e di, ish dasht këta të na shpjegojnë ç'është funksionon, po të paktën çka keni po ju mediat kom po edhe une, nuk dim as na mas shumë si kaq. Dim që funksionojnë, po nuk dim çka bojnë me çto dhona, çysh a kanë databaza, çysh funksionon, nuk. Kemi vrejt që vend pritë ore ta quaj ashtu të autobusave, përpara kanë pas një hapësirë ku është parkuese, është ka anu. Tani ato janë mbyllur, janë mbyllur. Stacionit autobusëve i thonë na. Tani ato janë mbyllur. Keni informata, është diçka që po përgatitet që të jetë një ta quaj një segment i veçantë për autobusa? Dgjoj. Kam bot diçka një hap përpara i mënu para se mi shku pjesa infrastrukturës mrapa. Si me thonë, a mund të qesëm shenja në komunikacion pa shtylla na? Jo. Këta e në mënu mi qitë shejat pa shtylla. S'po di ç'është me spjegu këta. Këta po thojnë, kemi kriju linjat e verdha, pastaj ndreqëm na, pastaj nuk ka nevojë me hy në xhep rrugor autobusi, po ka linjën e verdhë sepse shoferat nuk hyjnë linjat verdha. Ai mënu mi kriju do linjat verdha në bregun e Diellit edhe këtu te rruga Luan Haradinaj, mo në bregun e Diellit e kam bo linjën e verdhë, mirë po ka nevojë qytetarit hyjnë në barë, ai nuk po mund me hyjnë në barë. Po kupton, nuk është studiu. Prishtina si qytet nuk ka projekt. Nuk ka projekt detalizuar çka kena me bona. Po, as për komunikacion, as për poseta, as për drita, në shumicën e raste posetat janë mbyllta. Me posetat çdo kund çel në pastron të ujrave të zeza pastron një herë në javë, Prishtinë pastron kurr. Edhe shumica janë mbyllta. Pra ka herë që njëna poset për tjetrës del me ujra të zeza dhe e kundërman pastaj. Ujrat e zeza përzihen me ato të shiut. Këto për me po. Edhe tani kemi këtë gjendje që kemi. Mirë po, qëllimi kryesor është që të krijohen fillimisht linjat e verdha, pastaj të mbyllet ajo. Këta e kanë mbyll gati që 2 vite, edhe linjat e verdha s'janë kurrë. Pikëm sipas teje, ku janë pikat më kritike ashtu të Prishtinës në komunikacion sipas jush? Transporti publik ka problem. Problemi kryesor është transporti publik. Parolla në Vjen ishte merre vjerë cilësat ngosht se nuk duhen. Kështë e parolla. Të thotë qëllimi kryesor është na ta krijojmë një transport publik efikas me GPS edhe të çastshëm për qendër edhe për periferi. Jo vetëm për qendër. Na shumicën e transportit publik kemi gjendën trashëguar pe sistemit jugosllav. Ti imagjinoj edhe stacionet edhe pritorët e autobusëve i kemi në atë të trashëguar. Do të thotë ka
disa literatura që thonë çdo 300 metra vendosen stacionet e autobusëve, po ka edhe më afër se kaq, varësisht sa ki grumbullim të qytetarëve. Deri në 1,5 kilometër qytetarët nuk e marrin transportin publik hiç. Do të thotë që qendra mundet me funksionu, këta që i banojnë qendër mund e kryjnë punën edhe në kam. Mirë, po problemet kryesore është në periferi. Pse? Se qytetarët kur nuk kanë transport publik në periferi, tentojnë mu kyç në qendër në banimi. Çka? Hyn kredi, marrin banesa për me pas mundësi jetën më të qashme. E Evropa çka ka bo? Ja ka çu transportin publik në periferi për mos me lënë me lëshu periferinë. Mos me konë koncentrimi këtë në qendër. E të na në Prishtinë koncentrimi është ty se këtë qendër. Dhe ke fëndirë shumë për gjitha këto informata. E mira pëlqej që kishe shpresë, edhe kjo është e bukura e kësaj sepse vërtet me një vend ta quajë gjysmë kaotik të trafikut urban, po ne të trafiku kështu në përgjithësi, në nevojitet një shpresë për ekspertëve si ju. Faleminderit edhe për juve shumë për mundësinë që na dhat me shpalos to dhe për qytetarët dhe për gjithë ata që na dëgjojnë. Aty ku ja kemi qellu, çka kemi lënë mungu, jemi njerëz, kështu që mendoj që e kemi rrumbullaksu bukur mirë. Edhe faleminderit. Ishte pra kjo intervista me ekspertin e komunikacionit të Bekimin, i cili na tregoi pikat e dobta të këtij vendit, po natyrisht edhe për funksionimin e këtyre kamerave inteligjente, për një domosdoshmëri që duhet të ketë vendi jonë. Lidhja për ju studio.